Në kuadër të festimeve për ditën e komunës së Ulqinit, në ambientet e bukura të Valdanosit u organizua aktiviteti i veçantë të vegjëlit për sport, një ngjarje që solli bashk fëmijë nga qytete të ndryshme të Malit të Zi për të festuar përmes lojës, sportit dhe stilit të shëndetshëm të jetesës. Atmosfera ishte e mbushur me buzëqeshje, energji pozitive dhe entuziazëm fëmijëror, duke e kthyer këtë ditë në një përvojë të paharrueshme për të gjithë pjesëmarrësit. Në këtë manifestim morën pjesë edhe përfaqësues të komunës së Ulqinit, të cilët mbështetën dhe përshëndetën këtë iniciativë të rëndësishme për zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve. Poštovani gosti, dragi vaspitači, roditelji, a iznad svega naši mali, veliki sportisti. Velika mi je čast što vas mogu pozdraviti u ime opštine Ulcinj na ovaj poseban dan. Iako smo dan opštine proslavili u subotu, naše slavlje se nastavlja i danas, a nema ljepšeg načina da ga produžimo nego uz vašu pjesmu, igru i sportski duh. Posebno hvala Dječjem vrtiću Aruši Pu na sjajnoj organizaciji manifestacije Najmlađi su za sport. Također, od srca pozdravljam naše drage goste, mališane i vaspitače iz drugih opština, koji su danas sa nama. Ulcinj je grad otvorenog srca, a vaša energija ga danas čini još ljepšim. Draga djeco, vi ste naša najvrednija investicija i ponos ovog grada. Danas ne mjerimo sekunde i rezultate, već osmijehe i drugarstvo. Bavite se sportom, rastite zdravo i čuvajte jedni druge, jer ste upravo vi naša najljepša budućnost. U ime opštine Ulcinj proglašavam ovu manifestaciju pod nazivom Najmlađi su za sport otvorenom. Srećno i uživajte u igri. Të nderuar të pranishëm, i nderuar kryetari i komunës Genci Nimanbegu, e nderuara sekretare Martinović, i nderuar nim sekretar Çaushi, unë sot kam derë dhe kënaqësi që para komunës së Ulqinit të shprehi përshëndetjet më të përzemta për ju, sepse sot këto ne ndihmi gjithë krenar për ditën e komunës së Ulqinit, të cilin e kemi pasur dhe për këtë arsye sot dita e fundit për ditë të komunës së Ulqinit është lënë me fëmijët e vegjël, për arsye sepse ju fëmijët e vegjël janë ëmbëlsira e kësaj komune. Dua të përshëndes 11 kopshtet të cilët marrin pjesë sot në këtë teren të bukur, kaq sportiv dhe ka qelluar edhe një ditë shumë e bukur me diell. Për arsye të kënaqeni të gjithë. Dua të përshëndes edhe në veçanti edhe kopshtin e fëmijëve Arushi Pu. Dhe kështu e bëj të hapur dhe ju uroj gjithëve të kaloni një ditë të bukur dhe sa më të gëzueshme dhe të harishme. Një fjalë rasti mbajti edhe drejtoresha e kopshtit Arushi Pu, e cila foli për rëndësinë e organizimeve të tilla në edukimin dhe socializimin e fëmijëve, duke theksuar rolin e aktivitetit fizik dhe ushqyerjes së shëndetshme në rritjen e tyre. Manifestimi të vegjël për sport është një manifestim që në vetvete ka një mesazh shumë të bukur edhe domethënës. Pra fëmijët duhet që të përfshihen sa më tepër në aktivitete fizike, duhet sa më tepër të merren me sport, të jenë të dalin në natyrë, të kenë kontakt. Prandaj isha edhe ndoshta edhe një mesazh që sa më tepër duhet të ruajmë edhe mjedisin, gjelbërimin që ne fal Zotit e kemi shumë të pasur dhe duhet ta ruajmë për shkak se të gjithë këto elemente janë shumë të rëndësishme në zhvillimin e çdo fëmie, në zhvillimin individual, qoftë ai fizik, qoftë mental edhe emocional. Dhe mendoj nëse ne kemi arrit që të kemi një fëmijë të shëndosh edhe të lumtur, në të ardhmen ai fëmijë do të jetë më parë njeri i mirë dhe i suksesshëm. Dhe kjo është qëllimi i çdo shoqërie e shëndoshtë. Sa i rëndësishëm është sporti dhe aktiviteti fizik në zhvillimin e fëmijëve në moshë të hershme? Është shumë e rëndësishme, për arsye se ato në këtë moshën e hershme zhvillohen, janë tankohen në rritje, tankohen në lëvizje, shumë më tepër se ndoshta një i rritur. Dhe nëse ne nuk i mundson fëmijës që të jetë aktiv, atë aktivitetin normalisht që do ta zëvendësojnë ndoshta me këtë rrjete, me këto telefonat, me
ka. Prandaj është shumë e rëndësishme, është një ndër gjërat kryesore që duhet ne të kemi të gjithë kujdes që fëmia vetëm në atë mënyrë është i lumtur. Domethënë kur është jashtë, kur është aktiv, edhe kopshtet, sidomos kopshtet duhen me qenë më tepër kopshte me duart të hapura, do të thotë kopshte që dalin fëmijët në natyrë, edhe eksplorojnë, domethënë nuk mësohet kur gjë me teori pa në mes praksës. Nëse flasim për fëmijët e kopshteve, domethënë jo thjesht mundeni vetëm i lanë natyrë, edhe ato vetë do të gjejnë lojën, ato do të eksplorojnë, edhe do t'i japim një mundësi që ata të zhvillojnë me nderesh, domethënë vetë kaj me ardhë, kaj me zhvillu lojën, dhe është qëllimi që fëmijët na ti mbështesim, por ato të jenë të pavarur. Përveç aktiviteteve sportive dhe lojrave argëtuese, për fëmijët ishte përgatitur edhe një tryezë pasur me ushqime, duke i ushtuar edhe më shumë gëzimi kësaj dite të veçantë. Stop, bravo. Ajmo ruke ispravite gore, sastavimo ih dur drejt nalt. Spustite dolje, probajte da taknete prstiće, samo da su noge pravo, jami thy, gjënt. Jabuke. Gore, jabuke, na prste. Opet dolje trava, ajmo, čupaj malo. Gore jabuke, ajmo zeleni i crvene, koje više volite, crvene ili zelene? Ky aktivitet dëshmoi edhe një herë se kur bashkohet përkushtimi, kujdesi dhe dashuria për fëmijët, krijohen momente të bukura që mbeten gjithmonë në kujtesë.